Përshëndetje, unë quhem Jeta Siqica. Sot nisim një cikël të intervistave me mësimdhënës dhe nxënës të shkollës Emin Duraku, të cilat do të transmetohen në media për arsim Albanian Education. Kam kënaqësinë që mësimdhënësja e parë që do ta intervistoj është Flaza Kirajtani, por ndryshe është edhe koordinatorja e shkollës sonë. Mund të themi se është një nga mësimdhënësit më kontributdhënëse të shkollës dhe çdo ditë me përkushtim më të madh ushtron profesionin e saj. Sot e kemi nderin dhe kënaqësinë që të flasim rreth përvojës në mësimdhënie me arsimtaren. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën dhe që jeni duke organizuar këtë intervistë, jo vetëm me mua, por edhe me mësimdhënësit tjerë që do të zhvillohet gjithashtu edhe me nxënës. Faleminderit së nga ju arsimtare që jeni pjesë e intervistës së parë që jeni duke bërë me mësimdhënës. Do të vazhdoj me disa pyetje. Si pyetje të parë, arsimtara mund të na flisni pak për veten, pra për profesionin tuaj ose si një CV të shkurtër. Pra unë jam Flaza Haskuka Kirajtani, për ndryshe punoj në këtë institucion shkollor prej vitit 1992, si kam përfunduar studimet e shkollës së lartë të gjeografisë dhe historisë, jam punësuar, dhe prej ati viti më nuk e kam ndruar profesionin. Mirë po në ndërkohë kam kryer edhe bachelorin në degën e gjeografisë dhe edukatës shtetare, si dhe masterin në fushën e trashëgimisë kulturore dhe menaxhimin e turizmit. Me që sa arsimtare, faleminderit shumë për përgjigjes së pari, na treguat pak për shkollimin tuaj, se si e keni zgjedhur që të jeni mësimdhënëse e gjeografisë. A mund të na tregoni se kur e keni hapur ditarin për herë të parë, çfarë ndjenje ishte për ju pra dita e parë si mësimdhënëse në shkollë? Po, dita e parë ka qenë një ndër ditët, mund të them, më të veçanta të jetës time. Për arsye se këtë profesion e kam bërë një farë lloj ushtrimi edhe si fëmijë që kam qenë. Kam pas një ëndër që një ditë të jem mësimdhënëse, sepse shpesh kam vizituar edhe nënën time, e cila ka qenë mësuese, dhe babi im ka qenë profesor, do të thotë të dy prindrit e mi kanë dhënë kontributin e tyre gjatë arsimit. Për këtë arsye edhe më ka flit në zemër ky profesion, dhe shpeshherë si fëmijë kur luanim me shokët shoqe, unë gjithmonë e luaja rolin e mësueses së klasës. Po na vjen shumë mirë që nga fëmijëria keni qenë një pasion të madh për këtë profesion. A e keni ndonjë rrëfim që nuk mund ta harroni që ju ka ndodhur me ndonjë nxënës apo me koleget e punës? Po, është një rast që më ka prekur shumë dhe nuk e harroj kur atë rast, megjithse ka pas ndoshta edhe raste të tjera, po tash për tash që më kujtua, ka qenë një mësuese, ka qenë e smur dhe unë kam zëvendësuar atë një ditë, edhe ishte një tekst që kemi zhvilluar për nënën. Dhe e lexuam, e analizuam tekstin dhe parashtrova disa pyetje për rolin e nënës, rëndësinë e saj, kujdesin e saj që mund të tregon, dhe pash që një vajzë në përfaqe i rrjedhin lotët pa u ndalur. Edhe u befasova se çka u bë që na tash mos preki dikush në klasë, me fjalë mos të lëndoj, jo, asnjë përgjigje. Në ndërkohë e largova prej klasës dhe pyeta sepse nuk i njihja nxënësit, shkova vetëm për zëvendësin. Më treguan që s'kishte kaluar një kohë e gjatë që e kishte pas të sëmur dhe e kishte humbur nënën ajo nxënëse. Dhe ajo aq shumë ka lënduar atë ditë, thash si nuk dita që mos ta kisha zgjedh atë tekst, ndoshta atë ditë me zhvillu së paku unë kur isha në zëvendësin. Mandej dola jashtë, bisedova pak me te, e riktheva në klasë, në ndërkohë vazhdu me disa biseda të tjera jashtë kësaj teme, në edhe sot e kësaj dite kur të shoh ende është në shkolla jo nxënëse, tash është në klasë të 9, ende më kujton atë momentin që shumë keq jam ndjer edhe e kam ndjer atë empatinë e humbjes së nënës së saj. Ishte një rast shumë i veçantë arsimtare, faleminderit që keni ndonë me neve. Për ju personalisht,
Ose si mendoni ju, sa është e vështirë sot të ishni mësimdhënëse? Ndoshta është një profesion që kërkon për kushtim të madh, mirë po une asnjëherë nuk e ndjej veten të lodhur dhe besoj që shumë kush që e zgjedh këtë profesion apo profesione tjera që i flen në zemër, atëherë asnjëherë nuk ndjen lodhje apo vështirësi për atë. Edhe qëllimi im kryesor është përpos njohurive që duhet t'ju japim nxënësve, duhet të japim edhe rrethana tjera që fëmijët le të ndihen të kënaqur në çdo aspekt në shkollë. Mos të ndjejnë frikë, mos të ndjejnë ndonjë formë të dhunës në shkollë, por të vinë të lumtur dhe të dalin të lumtur prej dyerve të shkollës. Si që thatë pra jo, nëse bën një profesion e dëshira atëherë ku nuk do të ndjesh lodhje që jeni edhe ju një për arsimtare mrekullueshme. A jeni të kënaqur me pagat si mësimdhënëse ju personalisht arsimtare? Ndoshta ana materiale ndikon tek jetesa e njerëzve, mirë po unë personalisht jam e kënaqur, për arsye se ana materiale nuk më ka interesuar kur, nuk ka qenë në rend të parë. Më shumë ndjej kënaqësi shumë herë edhe që zhvilloj aktivitete tjera të cilat edhe shumë herë kontriboj pas një përfitim material, edhe aty ndjej kënaqësi që me dhënë kontributin tim dhe të angazhoj edhe nxënësit që të jenë persona të aftë për të ardhmen në çdo aspekt, jo vetëm në fushën e gjeografisë apo të historisë, por të jenë të gatshëm për jetesë. Kështu që me pagën që është sot për sot, unë jam e kënaqur dhe nuk duhet të jetë vetëm ana materiale ajo që e stimulon njeriu për të janë punë. Ju faleminderit që më përsëri. Dhe si një pyetje të fundit, apo mund t'ju them, keni ndonjë mesazh për Ministrinë e Arsimit dhe prindërit që mund t'ja jepni ju? Për ministrin, për shembull, kisha me pas një propozim, e di rolin dhe rëndësinë që mund të ketë testi i arritshmërisë, mirë po realizimi i testit të arritshmërisë prej shumë gjeneratave me përvojën që e kam parë që shumë shpesh ka qenë që numri i pikëve të fituara, sidomos tek nxënësat e mirë, ka qenë më i ulët se sa gjatë kontributit që ka dhënë gjatë viteve shkollore në shkollë. Kështu që unë mendoj që mënyra apo forma e realizimit të testit duhet të ndryshohet, ose edhe të hiqet në përgjithësi, sepse nuk është një vlerësim real, shumë shpesh ndodhin kopjet, dhe sidomos nxënësat e dobët, duke pas atë gjinçmërinë e tyre, arrin të realizojnë shumë shpesh pikët më të larta se nxënësat e mirë, sepse nuk i lejnë rahat të zhvillojnë vetë nxënësit testin, nxënësat që janë pak më të gjallë. Për këtë arsye mendoj që nuk e ka atë vlerë dhe rezultat real testi i arritshmërisë. Kështu që unë kisha propozu ose të hiqet ose të ndrohet forma. Forma për shembull mund të jetë digjitale, që aty për aty në mënyrë individuale, mirë po kërkojnë pak kushte, kostoja më e madhe e realizimit mund të kushton. Për këtë arsye kisha propozu ose të hiqet ose të ndrohet forma. Ju faleminderit edhe për këtë mesazh të mrekullueshëm që ishte. E sa i përket prindërve dhe parashtut pyetjen, prindrit duhen të jenë bashkëpunues, edhe pse në shkollën tonë nuk i mungon, çdo herë qoftë në aspektin e ndihmave, qoftë në aspektin e kontributit të tyre në realizim të aktiviteteve të ndryshme janë të hapur prindrit tanë. Por kisha me dhënë një mesazh që sado që kanë mundësi të qëndrojnë afër fëmijëve të tyre, të përcjellin me kënd shoqëron, ku shkojnë, jashtë orarit të shkollës,
dhe të përcjellin çdo hap të tyre derisa ata fillojnë që të stabilizohen për jetë. Sidomos mosha e pubertetit pak mundet me ndiku në modelin e familje. Ishte një mesazh si i pari edhe ky po aq i vlefshëm dhe po aq i nevojshëm për të gjithë shikuesit. Ju falimnderit arsimtare edhe një herë për kohën dhe për përgjigjet e dhëna. Ju falimnderit edhe juve të na ndoqët. Intervistat e radhës do t'i gjeni në media për arsim Albanian Education me mësimdhënës dhe nxënës të tjerë.